ai agresivitet vjen nga intuitat e cilën e ka kriju ky subjekt politik, nga mekanizmat parapolitik që i ka kriju. Parapolitik, sepse kur të që të mund është edhe me përdorë, ju jeni edhe media, edhe jeni zë i lirë, mundi me përdorë në një eksperiment dhe bënë një gjëkim që nuk i pëlqen për lëvizjen në vendosje, për Zotri Kurtin, edhe të ishe çfarë mekanizmi sulmues kanë të fake Facebook-au, prej njerëzve inxhinierik, domethënë, edhe kjo dikon financohet. Kjo financimi ka kushtu Kosovës, jo mua personalisht dorën zemër. Gjatë një politikë, i ka kushtuar. Sigurisht nuk ju bën të një mirë, po them. Po nuk të bën një mirë, po nuk e mdal. Apo dhe për shembull nuk e mdal familjes tuaj, kujto qoftë tjetër, përballet me një gjumë të toksike. Fatmirësisht në personale nuk jam bën gjumin si shqiptar dhe ose qosh si shqiptar dhe bën gjumin si tradhtar. Ajo është. Fatmirësisht aty nuk mundën edhe me gjetë një element, apo nuk mundën me gjetë ose nuk mundën me interferu se dalin edhe vetë qesharak, po të prekin gjana sensitive.